Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme. Vezët janë një ushqim i lehtë, i lirë dhe konsumohen gjërësisht nga njerëzit. Përveç se plotësojnë nevojën e përditshme të proteinave, vezët forcojnë gjithashtu edhe shëndetin. Janë të mbushura me aminoacide, antioksidant dhe hekur. Përveç të bardhës së saj, edhe e kuqja e vezës është e mbushur me ushqyes të nevojshëm. Dhe as çfarë ndodh me trupin tuaj nëse konsumoni vezë çdo ditë. Përfitoni proteina cilësore. Vezët normalizojnë kolesterolin e gjakut. Truri do të ketë shëndet më të mirë. Do të keni kocka dhe dhëmb më të fuqishëm. Do të keni performancë më të mirë ditore për shkak të proteinave të kualitetit të lartë. Do të keni mbrojtje ndaj syve dhe gjithashtu lëkurë dhe flokë më të shëndetshme. Efektet pozitive që ka çaji në shëndet bën që ai të preferohet nga shumë njerëz. Pikërisht për shkak të këtyre efekteve shëndetësore, çaji preferohet edhe më shumë se kafja. Ja disa nga përparësitë e çajit që nuk i ka kafja. Kafja nuk është e dëmshme në vetvete, por nuk është as e dobishme. Çaji, nga ana tjetër, lufton në mënyrë aktive kancerin e ezofagut. Tek femrat e redukton këtë rrezik deri në 60%. Për më tepër, çaji është i pasur edhe me antioksidant që ngadalësojnë efektet e plakjes, si dhe ndihmon në prandalimin e sëmundjeve të zemrës. Së dyti, në kontrast me të gjitha pijet që të shëndoshin, nga analizat laboratorike ka rezultuar se sheqeri që merret nga çaji, në ndryshim nga të gjitha pijet e tjera me kafein, nuk ka teprica yndyrore ndikuese të drejtpërdrejta të shtimit në peshë. Përveç kësaj, çaji ndalon rritjen e qelizave të reja yndyrore. Dhe së fundmi, rezultatet e kafes janë të njohura tashmë, por efektet e saj mbarojnë shumë shpejt, aq sa ndonjëherë ke nevojë të pish disa kafe në ditë. Kjo nuk ndodh me çajin. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme.